Shikues të nderuar, Dalpo Televizioni ju përshëndes, juftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Shqipëria në kryqëzim. Në një kohë kur bota po rrit fuqinë ushtarake, duket se Shqipëria po dobësohet në disa drejtime kryesore, sikurse është mbrojtja. Nga një vend i fortë ushtarekisht në të kaluarën sot perceptohet si pa mbrojtur pas shitjes së arsenalit dhe mungesës së investimeve. Shpopullimi, emigrimi masiv i të rinjve po shihet si një kërcënim për të ardhmen dhe identitetin ton kombëtar. Politikat e brendshme, fokusimi te kontrolli i votës si patronazhimi, po zvendëson prioritetet e sigurisë dhe zhvillimit. Si edhe ekonomia, borxhi dhe mungesa e prodhimit rrezikojnë ta kthejnë vendin ton në një territor tranzit dhe jo në një shtet të qëndrueshëm. Shqipëria në kryqëzim, rezistenca po faliment i planifikuar. Ndërsa bota po nxiton drejt një riarmetimi masiv, me Gjermaninë që investon 111 miliardë euro në mbrojtje dhe fuqitë e mëdha që pozicionohen për një rend të ri, Shqipëria duket se po ecën në drejtim të kundërt. Nga një superfuqi rajonale në mbrojtje deri në vitet 90, sot vendi ynë përballet me një shkërmoqje të heshtur. A është ky një dështim burokratik apo një skenar i mirëmenduar për të gjunjëzuar kombin ton? Paradoksi i armatimit nga superfuqi në vakum. Përshkrimi i tranzicionit nga një vend me mbrojtje të çelikt në një shtet që sot sheh se si cënohen kufit detar dhe burimet natyrore. Shitja e arsenalit për interesa klanesh politike la vendin të pambrojtur përballë orekseve gjeopolitike të fqinjve. Inxhinieria sociale, shpopullimi dhe ADN-ja e kombit. Largimi masiv i rinisë nuk shihet thjesht si një emigrim ekonomik, por si një hemoragji e qëllimshme e ADN-s kombëtare. Rreziku i zvendësimit të popullsisë dhe humbja e kujtesës kolektive, ushtria e patronazhistëve dhe siguria kombëtare. Denoncimi i sistemit të patronazhimit si një mjet që ka paralizuar vullnetin e njerëzve, kur energjia e shtetit harxhohet për të kontrolluar votën e qytetarit, mbrojtja e territorit dhe dinjitetit kombëtar mbetet në plan të dytë. Falimenti i planifikuar. Analiza se si borxhi dhe mungesa e industrisë prodhuese po e kthejnë Shqipërinë në një territor tranzit dhe jo në një akt sovran. Ndryshe nga pushtimet e kaluara që ishin frontale, rreziku i sotëm është autoimun. Goditja vjen nga brenda, duke gërryer besimin tek tjetri dhe duke shkatruar lidhjet me rrënjët tona historike. Nëse bota po armatoset për të mbrojtur interesat e saj, ne po çarmatosemi shpirtërisht dhe fizikisht. Pyetja që mbetet për çdo shqiptar është: a do të lejojmë që ky faliment i planifikuar të fik qelizat e fundit të rezistencës tonë mijëravjeçare? Jemi në këto momente me zhvillimet kryesore nga vendi. Një aksident rrugor me 8 persona të plagosur ndodhi në aksin te Pelengrahës në afërsi të fshatit Iliras. 2 automjete u përplasën me njëri tjetrin teksa qarkullonin në anë të kundërt. Nga aksidenti mbeten të lënduar 8 persona, të cilët u transportuan në spitalin e Gjirokastrës dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Sipas policisë rrugore, e cila shkoi në vendin e ngjarjes dhe hetoi shkaqet e aksidentit, rreth orës 18:30 në aksin rrugor te Pelengrahës në vendin e quajtur Iliras, automjeti me drejtues shtetasin indian SHP 27 vjeç është përplasur me automjetin me drejtuese shtetasen LB 42 vjeç banuese në Tiranë. Si pasojë e aksidentit janë dëmtuar lehtë 2 drejtuesit e automjeteve dhe 6 pasagerë, të cilët ndodhen në spitalin rajonal Gjirokastër për ndihmë mjekësore. Ndërsa grupi hetimor vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit, ka njoftuar policia e Gjirokastrës. Është realizuar me sukses fluturimi i parë ndërkombëtar nga Piza i Italisë drejt Gjirokastrës me avion të pilotuar nga Antonio Guzzo, duke shënuar një moment të rëndësishëm për aviacionin dhe turizmin në jug të vendit. Në momentin e mbërritjes në aerodrom ishin të pranishëm përfaqësues të Bashkisë Gjirokastër, shërbimet e policisë kufitare dhe doganës, përfaqësues të autoritetit të aviacionit civil si anëtar të forumit për aeroportin. Siguria dhe mbështetja logjistike janë garantuar nëpërmjet shërbimit zjarfikës dhe autoambulancës të spitalit rajonal. Ky zhvillim shihet si një hap pozitiv drejt funksionalizimit të plotë të këtij aerodromi përgjatë sezonit të paktën turistik, me synimin për të nxitur avioturizmin dhe për të rikthyer vëmendjen tek investimet e premtuara në aeroportin e jugut.
Shqipëria renditet ndër 10 vendet e para të Europës për numrin e lartë të vrasjeve të qëllimshme në raport me popullsinë, sipas të dhënave që janë bërë publike nga Eurostat. Në vitin 2024, në vend u regjistruan 41 vrasje me dashje, shifër e publikuar nga Eurostat që në raport me popullsinë e atij viti janë 1.71 vrasje për 100.000 banor. Në këtë nivel, Shqipëria renditet e teta pas Lituanisë, Letonisë, Turqisë, Malit të Zi, Estonisë, Islandës apo Finlandës. Në krahasim me një vit më parë, kur në vend kishte 1.27 vrasje për 100.000 banor, ka një rritje të ndjeshme tek treguesi për Shqipërinë për dy arsye. Së pari, numri vrasjeve u rrit nga 35 në 41, sipas Eurostat. Së dyti, llogaritjet në vitin 2024 janë bërë me popullsinë sipas censit të ri. Numri më i lartë i vrasjeve në vend është shënuar në vitin 2016 me 71 viktima, por sipas të dhënave historike të Eurostat, ose 2.46 vrasje për 100.000 banor. Në vitin 2024, në Bashkimin Evropian u regjistruan 3.953 vrasje me dashje, me një rritje të lehtë krahasuar me një vit më parë në 2023. Gjatë periudhës 2014-2024, numri vrasjeve me dashje ka patur luhatje. Niveli më i lartë u shënua në vitin 2015 me 4.616 raste të raportuara. Pas vitit 2021, prirja ka ndryshuar drejtim me rritje çdo vit. Në përgjithësi, renditja tregon se nivelet më të larta të vrasjeve për 100.000 banor janë të përqendruar në vendet baltike dhe në disa vende të Ballkanit. Në fund të renditjes janë vende si Italia, Zvicra, Luksemburgu, Holanda, Çekia, Portugalia dhe Polonia, ku normat janë 0.7 për 100.000 banor. Këto vende zakonisht karakterizohen nga institucione më të konsoliduara, zbatime efektiv të ligjit, kontroll më i fortë i armëve, sisteme më të zhvilluara sociale dhe ndërhyrje më të hershme në konfliktet familjare apo komunitare. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për kohën dhe vëmendjen tuaj. Bashkë përshëndetemi këtu.